Këtu është horoskopi e enjte 13 nëntor 2025. Mirëgjetur nga horoskopi i Fationit. Dashi. Përqendrohuni në qëllimet që dëshironi të arrini, do të jetë e lehtë të arrish dhe të mbarosh. Para se të thoni mjaftueshëm ose të ndryshoni, mendoni me kujdes. Demi. Kjo ditë fillon me disa dyshime për paratë, vëmendjen ndaj faturave apo disa harresa. Mendimet e dyta për një vendim të marrë në dashuri. Binjaket. Do të keni mundësinë të jeni pranë një njeriu që ju do. Dita e rikuperimit fizik. Gaforja. Tani ju kaloni shumë më shumë kohë për të kuptuar se kujt mund t'i besoni se sa duke bërë plane për të ardhmen. Nuk ka nevojë të bëni hapa më të gjatë se këmba. Ndërmarrja ndryshon pas një bllokade, ju do të doni të bëni gjëra të reja, por siç thon ata, nevoja e bën virtytin. Luani. Pasioni i rizbuluar dhe dëshira për të përcaktuar një marrëdhënie, ju gjithashtu mund të dëshironi një bashkëjetesë ose martesë. Nga pikpamja juridike dhe e punës, mundësi për të zgjidhur probleme. Virgjeresha. Mënyra e vetme për të bllokuar këtë evolucion të mrekullueshëm që ju shqetëson është të ngecni në situata ose njerëz që nuk ju interesojnë më. Mos shtyni asgjë, vëmendjen në punë, shumë përgjegjësi, detyra të reja në sy. Peshorja. Kjo ditë është e përshtatshme për përgatitjen e projekteve, aktivitete që janë më fitimprurëse. Fitoret në dashuri ose distanca në fushën sentimentale mund të shkurtohen. Akrepi. Ditë interesante për kontaktet, qoftë edhe për dashurinë, projekte të vogla ose të mëdha mund të lindin ose rilindin në këtë fazë të veçantë të jetës tuaj, takime me fat. Shigjetari. Një takim mund t'ju shqetësoj. Kompleksoni mendimet dhe reagimet tuaja që keni, edhe me të dashurin tuaj ose me disa antar të familjes. Bricjapi. Këtu është një ditë e rimëkëmbjes mendore dhe fizike. Do të jeni konkret dhe largpamës për çdo iniciativë që merrni. Ujori. Nëse keni ndërmend të paraqisni idenë tuaj, mos u tërhiqni. Provimet, provat ose detyrat për të kaluar, ruaj qetësinë. Peshqit. Ju keni qenë duke shkuar për të punuar për disa kohë me shumë dyshime, ndoshta ambienti rreth jush nuk është i duhuri. Ditë e kundërt. Dashuria më e ftohtë dhe pa fajin tuaj, po përjetoni një fazë tensioni të madh. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.